Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka ngritur akuzat të forta ndaj procesit zgjedhor të 11 maj 2025, të cilin vijon ta quajë si farsë elektorale me ndikim të drejtpërdrejtë të karteleve të drogës dhe organizatave kriminale. Në një deklaratë për mediat, Berisha përmendi Troplinët, që sipas tij është grupi më i madh i kokainës në Evropë dhe që ka marrë nën kontroll portin e Durrësit. Ai akuzoi edhe deputetin socialist Arkend Balla se është përfolur si kandidat për ministër i brendshëm, si një përfaqësues i dyfisht i këtij karteli. Përfaqësuesi i këtij karteli dhe Edi Rams, Arkend Balla, i parashikuar si ministër i brendshëm, njeriu që mori 5200 vota më shumë se Edi Rama në qarkun e Durrësit, është i lidhur me këtë kartel. Nga leximi i dokumentave të tij, Arkend Balla ka deklaruar vetëm të punësuar, vetëm në Universitetin e Durrësit. Por, po të shihet me kujdes deklarata e pasurisë së tij, rezulton se nga data 1 qershor e vitit 2021 deri me datën 5 teti 2023 ka qenë i punësuar në kompaninë Nisatel. Për periudhën 2015-2025, kjo kompani ka përfituar nga institucionet shtetërore 900.000 euro pagesa. Është një kompani që adresën primare ku ushton aktivitetin e ka në Vlorë, pas korruptimeve është gjetur se si Arkend Balla u përzgjodh nga kjo kompani për të punësuar pranë saj. Pra, Arkendi, me 5200 vota më shumë se Edi Rama, në këto zgjedhje krahasuar me 2021-shin, ishte i punësuari i Nisatelit. I pyetur lidhur me raportin që Partia Demokratike do të paraqiste për zgjedhjet e 11 majit, Berisha tha se 95% e tij është dërguar pranë institucioneve që vëzhguan zgjedhjet. Në tërësi është gati, domethënë, po ndiqet kjo praktikë. Po e marr pak me arbitraritet shifrën, qofse është i përfunduar në masën 95% e tij, 95% e tij është dërguar pranë institucioneve që vëzhguan zgjedhjet. Është dërguar. Pastaj kjo do kompletohet dhe dërgohet si libër, por kjo është arsyeja. Berisha ka hedhur akuza edhe në drejtim të kolegjit zgjedhor, se refuzimi për të pranuar kërkesën e Partisë Demokratike për rezultatin e zgjedhjeve ka qenë i përgatitur përpara 11 majit.